Qentë ndacak janë të rrezikshëm dhe sipas statistikave të fundit në Tiranë shifra varion nga 7.000 deri në 8.000. Edhe pse ligji shqiptar ndalon vrasjen e tyre në mënyrë ilegale, ajo është evidente sidomos në rretha. Në Tiranë, një skuadër e re ngritur në bashki po punon prej 2 muajsh për kapjen, sterilizimin dhe vaksinimin e qenëve të rrugës. Ky është një qenë ndacak, po ndryshe nga qindra mira shokët e tij që lëvizin nëpër Tiranë, është i identifikuar. Ata janë pa familje, ndonjëherë të rrezikshëm, por kjo nuk do të thotë se ne mund t'i vrasim. Me kamerën tonë xhirojmë një pjesë të procesit. Nga kjo pushk del një shiring dhe jo një plumb, të paktën në syrin e kamerës askush nuk do të guxonte. Disa minuta më vonë, ky qen do të marrë një sy gjumë, do pitet, bën pak rezistencë dhe në fund dorëzohet. Sabri Metani, inxhinier pyesh në profesion, por i punësuar së fundmi në sektorin e trajtimit të kafshëve, na tregon se ka raste kur qenë të rrugës edhe duhen vrarë. Vriten këta qenë? Në mënyrë absolute, Bashkia e Tiranës nuk operon me vrasjen e qenëve. Neve bëjmë parandalimin e shtimit të tyre natyral dhe eliminojnë vetëm qenë të cilët janë të përcaktuar shumë sakt, sepse kush duhet të eliminohet. Këtë e zgjidh nëpërmjet ligjit që ka përcaktuar kush qenë do të eliminohet dhe këtë e bën vetëm fakulteti i veterinarisë. Rikthimi i tyre në habitat është e vetmja zgjidhje, ndërsa thirrja është për qytetarët që të mos i braktisin, sidomos ata të rrethave të cilët hedhin në Tiranë qindra këlysh, të cilët më pas kthehen në rrezik edhe për banorët e kryeqytetit. Por një realitet tjetër gjen në kodrat e liçenit në një ditë pushimi me diell. Kultura e mbajtjes së një qeni është kthyer sa në mod, aq edhe në një nevojë për antistres. Personazhe publik shfaqin në Facebook bashkëjetesën e tyre të mrekullueshme me qenin, si të ishte shoku më i mirë në këtë botë. Kështu është edhe për këtë shtëpi. Kjo është Boj, është një qenushke e lumtur që jeton në rrugën Vllazën Huta në Tiranë, një shtëpi private, një familje që e duan jashtëzakonisht shumë, por ne do ta njohim pak më gjatë. Një racë dhe 2 fate e realitete të ndryshëm, ndërsa Boj jeton si zonjë vërtet, ky qen i braktisur po dridhet se ndoshta gjumi i tij mund të rezultojë edhe për gjithmonë. Të kupton çdo gjë, çdo veprim, ajo të largon çdo stres. Të kupton, i kupton njerëzit që e duan, që se duan, ka ajo që njerëzit që nuk i do, ajo që ke dera fillon e lef. Njerëzit që i do fillon të bishtin edhe të afrohet.